Fituesi e edicionit të 5, Selin Bollati ka ndarë emocionet e para pas triumfit duke përshkruar një rrugtim të gjatë dhe intensiv brenda shtëpisë më të famshme në vend. Në një intervistë më njëherë pas finales, ajo u shpreh se po përjeton një miks emocione, teksa ende nuk e ka përthithur plotësisht fitoren. Mes gëzimit për kurorëzimin e këtij rrugtimi dhe emocionet për rikthimin pranë familjes, Selin tregoi se ndihet edhe në një lloj shoku emocional. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Nuk di të them, kam qenë një miks emocionesh. Jam duke parë familjarët e mi, po mundohem të dalloj çdo fytyrë të njohur që ka ardhur këtu sot për mua. Jam edhe në një shok emocional dhe njëkohësisht jam shumë i lumtur që rrugtimi im po kurorëzohet me fitore. Ironike është që në 120 ditë unë mendoja se në izolim do jetoja vetëm 20 ditë, por rezultoi se jetova 120 ditë. Tani kam frikë të dal jashtë se unë mësova me këto kushte. Unë kam fituar zemrën e publikut. Kjo është e forta që na ka bërë afër më shumë njerëz që e gjejnë veten tek ne, na mbështesin dhe na duan. Është absolutisht fitore më e madhe dhe nëse s'do ishte fitoria ime 100.000 euro, patjetër që ky spektakël në një mënyrë të jep fitime nga më të ndryshmet. Kam fituar veten dhe dashurinë. Me Gimbo na pret një ardhme shumë e mirë. Do kemi mundësinë të zhvillojmë marrëdhënien tonë jashtë kamerave. Surpriza ishte emocionuese, se koreografia ishte konceptuar që unë të isha vetëm, por kur pash ishte edhe një vajzë e vogël, pastaj mesazhi i Timati ishte mesazhi që më preku në zemër dhe do të mbetet surpriza më e bukur e këtij spektakli, deklaroi Selin. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.